Kjo lëç i gjallë. Zhavori ka qenë këtë me lëç. Që qële që ta më shko me lëç zhavori, unë me jetë pagu qka dush. Që zhavori është edhe atje? Jo, për funi tjetër zhavori është tru. Para një jave jam konë të që kjo rrugë në Stanovës të poshtëm. Pasha zoti se ka jetë me shtru heq. Ta ne kemë të veç me shtru për asfalt zoti mos qare, tha se qështë në kanë thonë. Bëhet fjallë për rrugën Muzafer Muhaxheri e pat në qëfar gjendje është. Këqërën e tash kur kom shku të kryetari i komunës edhe me pyt kur kom e u asfaltu, kur kom e u shtru rruga që më ka thonë. Kjo kohë me treshurat vazhdushme, kjo në ka stopu pak. Ndikepu. Do me thonë, deri në fund të javës, po thu që kanë me fillu punime gjatë këtyre ditëve? Po, gjatë këtyre ditëve po. A mundemi na me u do ka e premtja edhe... Pa problem, numër e telefonit e keni edhe dalëm bashkë atje. Qysh po e sheni, zhavori veç kë ka shtëru, kë ka zgjeru rruga, tash e drejt me thonë që të pakten i nxen dy vetura në këtë rrugë, si do qoftë normalisht të pa u asfaltu nuk është zgjidhje, për shkak se në momentin e parë që ka të reshura këto, ka me qenë prap shumë problematike, si do qoftë, në bazë të asaj që kanë tha kryetari herën e fundit, po i bjen që e ka mojt fjallën sa i përket zhavorit, sigurisht na kena me full prap me ta. Jena këtu me Armend Muhaxheri, një qytetar i kësaj lagje. Armend, herën e fundit kur kemi qenë këto, ke për një me këgja keq edhe i shmet që një periudhë këgja gjatë kohore në qatë gjendje, qysh po ju do këtë tash? Inshallah do zotë e reflektën kryetari, mas pari, ne i përshëndesëm apet. Edhe se kemi pas hatërmbetje këtu, ne përshëndesëm apet, po... Se ke pas hatërmbetje me kryetarin? Kum pas shkakës e rrugës se nuk ka shku qysh kum desht, edhe qysh do të me shku, jo qysh kum deshtën, po qysh do të me shku, nuk ka shku. Pse? Pse ka shku e mënyrën, s'dishme të ma të kesin ka shku se, o shku e ta ka pru një kamion zhavor, nditje edhe ka ecë. Rruga është të nuk shtruhet, borim. Rruga këtë fillohet të mështruhe me intensitet ma të shpejt. Jo në këtë njërë që kanë lëngë për shemët qytetarët, kjo është të merë. Kjo lëq i gjallë. Zhavori ka qenë këtë me lëq. Që? Po, në njërë ma të keqë u shtruhe. I këmë thonë kryetarë që po shtruhet me zhavor të keqë, po tash, ndoshta edhe ngarkesën, ndoshta harresën nuk e di, po kryetari nuk ka intervenu me thonë, me qu një njëri me thonë të këshyrë punën qysh përshkan. Edhe ka ordenjë si gjendje, ta ka shtru të qyrë të apshe, u shtruhe mjetë dislojë që u shtruhe zhavori. Kjo është këtë të shtër në asfalt. Si një peshe ronë, si të vjenë, që pelohe bërlogun që e marin, që ato makineri si të vinë që të e prishin asfaltin, sharën. Si të qoftë me u zgjeru, kë ka zgjeru të paktën? Po, zgjeru bashkëfshatarëve, se ata në mënyrën ma të organizume kanë qo edhe s'kan pritu hiq. I falenderoj shumë bashkëfshatarë që e kanë liru tonë. Edhe asë një s'ka thonë jo, për që shkak edhe kryetari u du me marë parasysh këtë rrugë. Tek e kanë qu qytetarë me vullnetin e vetë. Pronat e tyne do me thonë, me u zgjeru. Ja, po, kjo për shumë, kjo pronat tina. Kryetari në tha që është jashtë vendit, këto jemi bashkë me menaxherin e projektit të rrugës në fjalë, zotin Nexhat Merovci. Zotin Nexhat, faleminderit që erdhe qishtu spontanisht. Shpejt e shpejt. Do me thonë që kjo është rruga, po e shët që kë ka zgjeru, kë ka vendos zhavori, edhe pas ka marrë një pamje këgja ma ndryshe prej herës të fundit që kemi qenë këto. Qysh është plani dinamik i kësoj rrugë tash për asfaltim, a më nëshme në kalëzu? Kështu na, kjo me kontratë rekonstruimit është ka punuhet, rekonstruimi rrugëve në fshatna dhe në qytet. E njëjta është edhe kjo, rrugën këtu në lagjën e Muhaxherëve quajmë qashtu. Ka qenë një rrugë prej 3 metrave trajtune me asfalt, si pasojë mbi ngarkesa, dhe zakonisht rrugë 3 metra nuk janë qëndrueshme shumë, se peshat e rona edhe ka psu deformime
shumë të mëdha. Edhe neve vendosëm që komplet me bo trajtim të rrugës, do më thonë demolimin në rrugës ekzistues asfalti, zgjerimin, po të njëjtën kohë e kem pasur një vit kanalizimin që desh me punu, një kanalizim fekal poshtë. A është vendos kanalizimi? Po, edhe njëjta din, çdo kohë din, nuk ka desh me shty. Besa edhe kohëve të funit temperaturat, po ndoj kushtet atmosferike nuk ka një kohë të favorshme fort për me punu në rrugë. Me qenë se treshunat mëdha, edhe këtu si shpeshin një pjesë e madhe janë krejt tokat punune. Edhe që ju jetëshin me sistemin e ujitjes, se rruga u merë ke lakshtit. A mundesh me na kallëzu zoti Merovci që kjo rrugë kur ka me u asfaltu? Me ta thonë trash, ne kena diskutu pak edhe në nivelin më të nalë në komunë atje, rreth trajtimit kësaj rrugëve. Kem nevojë edhe njëherë pak me trajtu me një shtresë zhavorit edhe me ngjesh. Po shpresojmë që mas shumë të 10 ditë nuk ka nevojë me shku. Mas shumë të 10 ditë, a? Po, nuk shkon më tepër. Okej, këtu e kene Armendin, një qytetar i cili Armend, apo vjen? I cili ishte këto, e gjetëm këto, edhe na njoftoi pat shumë ankesa në lidhje me hedhjen e zhavorit për shkak se është e përzime me dhe edhe është potencialisht e paqëndrueshme kur vendoset asfalti këto. Ne diçka veç ta keni parasysh që ata dhe është si pasojë lagështisë në toksur dhe pe peshave të rona dal pe atjeshit. Ose i njëjti ka qenë ekzistues tuba. Jo, dëgjë zotrin Nexhat. Këtu kur ushtrua zhavori me llaç. Kretarin kom njoftuar dini mirë. Po, që zhavori me llaç? Me llaç ka qenë. Jo, me llaç zhavori s'mundet Jo, për po, thysit më orë. Këtë llaç për sinqerisht po them. Jo, a mundet më orë se çta nuk Jo, është me llaç që zhavori. Se qële që ta Moskov me llaç zhavori, unë me jetë paguaj çka dush. Puna e zgjerimit rrugës kur është bërë, që ajo pjesë ka qenë rrugë pa prekne. Po, domethënë ka qenë ara, aty kështu ta quajmë shkurtimisht. Edhe e njëjta si pasojë që asaj, po të thënë drejt, kjo ju është përzi komplet me çit farë. Jo, nuk u përzi në zat. Kjo është pasojë se unë njoftu kretorin. Që zhavor është edhe atje. Jo, për fundit tjetër zhavor është. Jo, dien. Jo, se çelë biri bagerat kimë po nuk del çaj fjalë. Kur ti bim, është edhe unë stresën e funit që tot njëjtën kohë e çelëm. Kinë me po, nuk del fjalë, mund të përgjigjesh na çish dush. Ndëgjom, vesh kjo është pjesë teknike. Kjo është pjesë teknike. Apo kitë kjo. Këto do të më morë përgjësi edhe kretori, se kretori... Nuk i takon sojnë, a kjo i takon menaxherave të kontratës. Mirë, si menaxherët, si kretorit, pa morë parasysh. Po, do të me morë me si për të punë, jo me lanë këtë mënyrë më të keqe që e kanë lanë ata, sa kanë punu keq, për fillimit kom pas ankesa, po si ka morë parasysh kërkush. S'ka më kundër këto, ta stegërë, po jem kundër e firme se çfarë mënyrë ka punu të keqe. Nuk isha thonë që ka punu, a i ka kry detyra që aty që ka Jo, valloj mënyrë më të keqe. Kontratë kur gjë më tepër. Orë ka shtru zhavor, po ka shtru zhavor me llaç. Kini me qelë, kini me po vetë, kini mu bin. I qelëm, çdo metër që do. Nuk das fjallë kota, se kom për qëtë punën pe fillimit. E di qa ushtru. Çdo metër që ka nevojë e qelëm, për ata më sullat, absolut. Vira, aja është... Në përgjësinë e juve... Veç kjo rrugë... Zoti Merovci, do me thonë për me pas të qartë, brenda 10 ditëve, prej kësaj date, këto ka me u asfaltu. Po, kësmet, dhe që kemë edhe punë tjera me rrugë me trajtu pak një trurë. Okej, po besoj kryen gjatë kësaj periudhës 10 ditore. Zoti Merovci, unë të falenderoj shumë për intervistën sot edhe që prit apo mazgat as po mazgat e respekte, që ka që prej meje njerëz mos harroni. Ku do që më shini mu, krejt operimi jam teren, mundësot për sponsorit tam general, po Gjego Brothers.com siguroni me vizitu për ofertat më të mira rreth patun qëmëris.